Sekreti dhe parat. Mendja mund të arrijë gjithçka që ajo përfytyron. Sekreti ka qenë një transformim i vërtet për mua, thot Jack Canfield, sepse jam rritur me një baba shumë negativ, i cili mendonte se të pasurit ishin njerëz që i rrjepin të gjithë dhe që kushdo që kishte para, duhej të kishte mashtruar dikë. Kështu që jam rritur me shumë paragjykime për parat, se nëse kishe para ishe i keq, se vetëm njerëzit e këqij kishin para, dhe se parat nuk rriten në pemë. Kush mendon se jam Rockefelleri? Kjo ishte një nga shprehjet e tij të parapëlqyera. Prandaj jam rritur me besimin absolut që jeta ishte e vështirë. Vetëm kur takova Clement Stone, fillova ta ndryshoja jetën time. Kur punoja me Stonein, ai më tha: "Dua që ti vësh vetes një qëllim aq të madh sa, po ta arrije, kjo do të trulloste dhe do ta kuptosh që vetëm prej mësimeve të mia do ta kish arritur këtë qëllim." Aso kohë fitoja vetëm $8,000 në vit. Ndaj thash: "Dua të fitoj $100,000 në vit." Nuk e kisha idenë si mund ta bëja këtë. Nuk kisha asnjë strategji dhe nuk shihja asnjë mundësi. Por vetëm thash, do ta pohoj këtë, do ta besoj, do të bëj sikur është e vërtetë dhe do ta lëshoj. Dhe e bëra. Një prej gjërave që Stone më mësoi ishte që të mbyllja syt çdo ditë e të përfituroja objektivat sikur ato të kishin arritur. Në të vërtetë, kisha sajuar një kartë monedhë $100,000 dhe kisha vënë në tavan. Kështu gjëja e parë që shihja kur zgjohesha më kujtonte objektivin tim. Pastaj mbylla syt dhe përfituroja sikur e kisha këtë stil jetese me $100,000 në vit. Interesante është se asgjë e madhe nuk ndodhi për 30 ditë. Nuk kisha asnjë ide të re, askush nuk më ofronte më shumë para. Pasi kish kaluar rreth 4 javë, më erdhi një ide $100,000. Më erdhi menjëherë në mendje. Kisha një libër që e kisha shkruar dhe thash: "Po shita 400,000 kopje të librit tim për 25 cent secilin, do të fitoj $100,000. Libri ishte aty, por kjo ide nuk më kishte shkuar kurrë në mendje. Një prej sekreteve është se kur ke një mendim të frymëzuar, ki besim tek ai dhe vëre në veprim. Nuk e dija si do t'i shisja 400,000 kopje, por pastaj pash National Enquirer në një supermarket. E kisha parë 1,000,000 herë në sfond dhe pa pritmas më doli plan të parë. Dhe mendova, nëse lexuesit do t'ishin në dieni të librit tim, me siguri që 400,000 vetë do ta blinin. 6 javë më vonë, para 600 mësuesve, mbajta një fjalim në Kolegjin Hunter në New York edhe në fund më erdhi një grua e më tha: "Ishte një fjalim fantastik, do të doja t'ju intervistoja. Po ju jap kartë vizitën time." Doli që ajo ishte shkrimtare e pavarur, që ja shiste shkrimet e saj National Enquirer-it. Më erdhi ndërmend muzika e Twilight Zone, e habitshme. Kjo gjë po funksionon të vërtet. Artikulli doli dhe librat filluan të shiteshin. Por, dua të theksoj që po tërhiqja në jetën time të gjitha këto ngjarje të ndryshme, përfshirë edhe këtë njeri. Dhe për t'i rënë shkurt, atë vit nuk fitova $100,000, fituam $92,327. Kujton se ne ishim të trishtuar dhe tham kjo nuk funksionon? Jo, tham kjo është fantastike. Gruaja më tha: "Nëse funksionon për $100,000, thua do të funksionoj për 1,000,000. Dhe unë ja prita. Nuk e di, them se po, ta provojmë. Botuesi më plotësoi një çek për të drejtat e autorit të librit ton të parë, Chicken Soup for Soul. Ai vuri një fytyrë të qeshur te firma, sepse ishte çeku i parë $1,000,000 që kishte plotësuar. E dija nga përvoja ime sepse doja ta provoja nëse sekreti funksionon të vërtet. Ne e vum në provë dhe funksionoi plotësisht. Tani e jetoj jetën time çdo ditë." Njohja e sekretit dhe përdorimi i qëllimshëm i ligjit të tërheqjes mund të zbatohen për çdo gjë në jetën tënde. Është i njëjti proces për gjithçka që do të krijosh, dhe çështja e parave nuk është e ndryshme nga të tjerat.
Për të tërhequr para, duhet të përqendrohesh te pasuria. Është e pamundur të sjellësh më shumë para në jetën tënde nëse vëren se nuk ke mjaftueshëm, sepse kjo do të thotë që ti po ushqen mendime që nuk ke mjaftueshëm. Nëse përqendrohesh në faktin që nuk ke para mjaftueshëm, do të krijosh më shumë rrethana që parat të jenë të pamjaftueshme. Duhet të përqendrohesh tek bollëku i parave për t'i tërhequr ato tek vetja. Me mendimet e tua duhet të emëtosh një sinjal të ri dhe të mendosh që ke më se mjaftueshëm në këtë çast. Duhet të futësh vërtet në lojë imagjinatën dhe të sillesh sikur tani më i ke paratë që do dëshiroje. Është shumë zbavitse, ndërsa bën kështu dhe luan duke pretenduar që ke shumë para, do të vësh re që ndihesh menjëherë më mirë për sa u përket parave, edhe ndërsa ndihesh më mirë, paratë do të fillojnë të vërshojnë në jetën tënde. Historia e mrekullueshme e Xhekut frymëzoi ekipin e sekretit që të krijonte një çek të bardhë që mund shkarkohet falas në faqet e websajtit të The Secret. Çeku i bardhë është për ty. Ai vjen nga banka e universit. Plotësoje me emrin tënd, sasinë e parave dhe detajet, pastaj vëre në një vend të dukshëm ku mund ta shohësh për ditë. Kur shikon çekun, provon ndjesinë sikur tashmë i ke ato para. Imagjino sikur po i shpenzon, mendo për gjërat që do të blesh dhe gjërat që do të bësh. Ndjeje se sa e mrekullueshme është kjo. Dije që janë të tuat sepse kur kërkon, merr. Na kanë ardhur me qindra histori nga njerëz që kanë bërë shumë të mëdha parash duke përdorur çekun e sekretit. Është lojë argëtuese e që funksionon. Tërhiq bollëk. Arsyeja e vetme pse një person nuk ka para mjaftueshëm është sepse ai e bllokon ardhin e parave me mendimet e tij. Të gjitha mendimet, ndjenjat apo emocionet negative bllokojnë që të vijë tek ti ajo çka është e mirë për ty, përfshirë edhe parat. Nuk është se universi ti mban larg parat sepse të gjitha parat që ti kërkon ekzistojnë tani në një nivel të padukshëm. Nëse nuk je mjaftueshëm, kjo ndodh nga që po e ndalon fluksin e parave me mendimet e tua. Duhet ta zhvendosësh gjetën e peshore së mendimeve nga mungesa e parave te bollëku i tyre. Ushqe më shumë mendime bollëku se sa mungese dhe kështu do të kesh sërish drejt peshimin. Kur ke nevojë për para, brenda teje është një ndjenjë fuqishme, ndaj dhe është e natyrshme që nëpërmjet ligjit të tërheqjes të vazhdosh të tërheqësh më shumë situata ku ke nevojë për para. Për parat, flas nga përvoja vetjake, sepse pak para se të zbuloja sekretin, financierët më kishin thënë që kompania ime kishte pasur një humbje të madhe atë vit dhe brenda 3 muajve do të më duhej të shpallja falimentin. Pas 10 vitesh pune të lodhshme, kompania ishte në buzë të greminës dhe në çastin kur kisha nevojë për para për ta shpëtuar, gjërat u përkeqësuan, dukej se nuk kishte asnjë rrugdalje. Pastaj zbulova sekretin dhe gjithçka në jetën time, përfshirë dhe gjendjen financiare të kompanisë time, u transformua plotësisht sepse ndryshova mënyrën e të menduarit. Ndërsa financierët e mi vazhdonin të shqetësoheshin për shifrat dhe përqendroheshin në to, unë e përqendrova mendjen te bollëku dhe me idenë se gjithçka do të shkonte mirë. E dija me çdo fije të qenies sime që universi do të më jepte dhe kështu bëri. Më dha në mënyra që nuk i kisha përfytyruar. Kisha çaste dyshimi, po kur më mbulonin dyshimet, i zhvendosja menjëherë mendimet në rezultatin e asaj që dëshiroja. Falenderoja për këtë, ndjeja gëzim dhe besoja. Dua të tregoj një sekret për sekretin. Rruga e shkurtër për çdo gjë që do në jetën tënde është të jesh e të ndihesh i lumtur tani. Është mënyra më e shpejtë që në jetën tënde të vinë parat dhe çdo gjë tjetër që dëshiron. Përqendro t'ia emëtosh në univers ndjenjat e gëzimit dhe lumturisë. Duke e bërë këtë, do të tërheqësh të gjitha gjërat që të sjellin gëzim e lumturi, në të cilat nuk bën pjesë vetëm bollëku i parave, por gjithçka tjetër që dëshiron. Duhet të emëtosh sinjalin për të tërhequr atë që do. Ndërsa i emëton këto ndjenja lumturie, ato do të rikthehen si imazhe dhe përvoja të jetës sate. Ligji i tërheqjes pasqyron mendimet dhe ndjenjat e tua më të thella, duke i transformuar kështu
në ekzistencën tënde. Përqëndrohu tek mirëqenia. Dr. Joe Vital ka thënë: e imagjinoj çfarë mendojnë shumë njerëz, si të tërhesh më shumë para në jetën time, si mund të kem më shumë tolla, si mund të kem më shumë pasuri dhe mirëqenie. Duke parë që puna që kam më pëlqen, si t'ja bëj me borxhin që kam në kartën e kreditit dhe me faktin që mund të ketë një cak tek të ardhurat. Me që këto vijnë nga puna që bëj, si mund të fitoj më shumë? Vërja qëllim vetes. Kjo na çon te një prej gjërave që kemi thënë gjatë gjithë prezantimit të sekretit. Detyra jote është të pohosh se çfarë do dëshiroje të kishe nga katalogu i universit. Nëse njëra prej këtyre gjërave janë parat, thuaj se do të doje të kishe, do të doja të kisha papritmas $25,000 brenda 30 ditëve. Apo një shumë tjetër, rëndësi ka që për ty duhet jetë e besueshme. Nëse në të shkuarën ke menduar që parat mund të vinë vetëm prej punës, atëherë hiqe menjëherë nga mendja këtë bindje. A e kupton se po vazhdove ta mendosh kështu për vojën tënde, e tillë do të jetë ajo? Mendimet të tilla nuk të shërbejnë as pak. Tani po fillon të kuptosh që ka bollëk për ty dhe se nuk është detyra jote të dish se si do të vinë parat. Detyra jote është të kërkosh, të besosh që po merr dhe të ndihesh i lumtur tani. Hollësit për mënyrën e realizimit, lërja universit. Bob Proctor ka thënë: shumica e njerëzve kanë një qëllim, të çlirohen nga borxhet. Kjo do të të mbajë me borxhe përgjithmonë, do të tërheqësh atë që ke në mendje. Do të thuash: por e bëj për të çliruar nga borxhet. Nuk ka rëndësi nëse bëhet fjalë për çlirim apo hyrje në borxhe. Nëse ke në mendje borxhe, do të tërheqësh borxhe. Sa jo një program automatik kthimi borxhesh dhe fillo të përqendrohesh tek mirëqenia. Kur ke një mal me fatura dhe nuk e ke idenë se si do t'i paguash, është më mirë të mos përqendrohesh tek ato, sepse do të vazhdosh të tërheqësh edhe më shumë. Duhet të gjesh një mënyrë që të arrish të përqendrohesh tek mirëqenia, pavarësisht faturave që të rrethojnë. Duhet të gjesh një mënyrë për t'u ndjerë mirë, sepse vetëm kështu do të tërheqësh të mirat. James Ray ka thënë: shumë herë njerëzit më thonë, dua t'i dy fishoj të ardhurat e mia vitin që vjen. Por pastaj sheh veprimet e tyre dhe kupton që ata nuk bëjnë atë që duhet. Ndryshojnë mendje dhe thonë: nuk arrita bëj dot. Gjehet çfarë? Dëshirat e tua janë urdhra për mua. Nëse ke thënë ndonjëherë fjalët nuk ma mban xhepi, tani ke fuqinë për ta ndryshuar këtë. Ndryshoje në ma mban xhepi dhe mund ta blej. Përsërite pa pushim, bëu si papagall. Për 30 ditët në vazhdim, vërja qëllim vetes që do të shohësh gjithçka që të pëlqen dhe do të thuash: ma mban xhepi, mund ta blej. Kur sheh duke kaluar makina e ëndrave të tua, thuaj: ma mban xhepi, ta blej këtë. Kur sheh rrobat që të pëlqejnë dhe mendon për pushime fantastike, thuaj: ma mban xhepi. Duke bërë këtë, do të ndryshosh qëndrim dhe do të fillosh të ndihesh më mirë për çështjen e parave. Do të fillosh të bindesh që mund t'ja lejosh vetes ato gjëra dhe ndërkohë imazhet e jetës sate do të ndryshojnë. Lisa Nichols ka thënë: kur përqendrohesh te mungesat dhe gjërat që nuk i ke, kur i qahesh për këto me familjen tënde, kur e diskuton me miq dhe kur u thua fëmijëve të tu se nuk ke aq sa duhet, nuk kemi shumë për atë, nuk na e mban xhepi për këtë, atëherë nuk do të ta mbaj kurrë xhepi, sepse fillon ta tërheqësh më shumë mungesën e atyre gjërave. Nëse do bollëk, nëse do mirëqenie, atëherë përqendrohu te bollëku, përqendrohu tek mirëqenia. Substanca shpirtërore nga e cila rrjedh pasuria e dukshme është e pashtershme. Është gjithmonë me ty, i përgjigjet besimit tënd dhe kërkesave të tua. Tani që e di sekretin, kur sheh dikë që është i pasur, e di që mendimet e tij janë më shumë të përqendruara te pasuria dhe jo te mungesa, dhe që e kanë tërhequr pasurinë në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme. Ata i kanë përqendruar mendimet e tyre tek pasuria, ndërsa universi ka vënë në lëvizje njerëz, rrethana dhe ngjarje për t'u sjellë ato. Pasuria që kanë ata e ke edhe ti. Ndryshimi i vetëm mes ti dhe atyre
është se ata i kanë konceptuar mendimet për t'u sjellë këtë pasuri. Pasuria jote po të pret në botën e padukshme, edhe për të sjellë në të dukshmen, mendo për të. David Schirmer ka thënë: kur e kuptova për herë të parë sekretin, çdo ditë më vinte një tufë me fatura në postë, dhe mendoja si ta ndryshoj këtë situatë. Ligji i tërheqjes thotë që ti merr atë që në të cilën përqendrohesh. Ndaj mora një faturë bankare, fshiva totalin dhe vura një total të ri, pikërisht aq sa doja të shija në bank. Mendova me vete: po sikur të përfytyroj çeqe që më vinë me postë, dhe kështu bëra. Brenda një muaji gjërat filluan të ndryshonin. Është fantastike. Sot më vin vetëm çeqe me postë, më vin ca fatura, por më shumë çeqe se sa fatura. Që kur ka dal filmi Sekreti, kemi marrë me qindra e qindra letra nga njerëz që thonë se që kur kanë parë filmin, kanë marrë nëpërmjet postës çeqe që nuk i prisnin. Kanë ndodhur sepse ata e kanë përqendruar vëmendjen në historinë e Davidit dhe në këtë mënyrë kanë tërhequr çeqet. Unë kam shpikur një lojë që më ka ndihmuar të transformoj ndjenjat e mia rreth malit tim të faturave. Bëj sikur faturat në fakt ishin çeqe. Kur i hapja, hidhesha nga gëzimi dhe thosha përsëri para për mua. Faleminderit, faleminderit. Merrja çdo faturë, imagjinoja sikur ishte çek dhe pastaj i shtoja një zero në mendjen time për të rritur shumën. Merrja një blok shënimesh dhe shkruaja në pjesën e sipërme të faqes: kam marr. Pastaj bëja një listë të gjitha shifrave të faturave me një zero të shtuar. Krahas çdo shifre shkruaja: faleminderit, edhe ndihesha mirënjohëse deri në një pikë ku syt më mbusheshin me lot. Pastaj merrja çdo faturë që krahasuar me atë që kisha marrë, dukej tepër e vogël, dhe e paguaja gjithë mirënjohje. Nuk i hapja asnjëherë faturat pa bindur veten se ato ishin çeqe. Nëse do t'i hapja para se të bindesha se ishin çeqe, më përzihej stomaku. E dija që kjo ndjesi përzierje po më sillte më shumë fatura. E dija që duhet ta fshija këtë ndjesi dhe ta zëvendësoja me ndjesi të gëzueshme, që të sillja më shumë para në jetën time. Para malit me fatura, ajo lojë me mua funksionoi dhe më ndryshoi jetën. Mund të krijosh shumë lojra dhe do ta kuptosh cila është më e mira për ty duke parë mënyrën se si ndihesh për brenda. Kur shtyre sikur është fakti kryer, rezultatet vijnë shpejt. Nëse ndonjëherë ke menduar duhet të punoj shumë dhe të luftoj për të pasur para, largoji menjëherë këto mendime. Me këto mendime ti ke emëtuar një frekuencë të veçantë dhe kështu ato janë bërë imazhet e jetës sate. Ndiq këshillën, parat vijnë lehtë dhe shpesh. David Schirmer ka thënë: kur vjen puna te krijimi i pasurisë, pasuria është një gjendje mendore. Gjithçka varet nga mënyra jote e të menduarit. Laura Langmaner thotë: do të thosha që 80% e trajnimit që bëj me njerëzit ka lidhje me psikologjinë dhe mënyrën e tyre të menduarit. E di kur njerëzit thonë: "Oh, ti mund ta bësh, por unë nuk mundem." Njerëzit kanë aftësinë ta ndryshojnë raportin e brendshëm dhe bashkëbisedimin e tyre me parat. Emerson ka thënë: lajmi i mirë është se në çastin kur vendos se ajo çfarë di është më e rëndësishme se ajo që të kanë mësuar të besosh, atëherë do të kesh ndërruar marsh në kërkimin tënd drejt bollëkut. Suksesi vjen nga brenda, jo nga jashtë. Duhet të kesh raport të mirë me parat për të tërhequr më shumë. Është e kuptueshme që kur njerëzit nuk kanë para mjaftueshëm, ata nuk ndihen mirë, por ndjenjat negative lidhur me parat të ndalojnë të tërheqësh më shumë të tilla. Duhet të dalësh nga ky rreth vicioz, dhe këtë mund ta bësh duke filluar të ndihesh mirë për parat dhe të jesh mirënjohës për ato që ke. Fillo të thuash e të ndjesh: kam më se mjaftueshëm, ka bollëk parash dhe ato po vinë tek unë. Unë jam magnet parash, i dua parat dhe parat më duan. Marr parat çdo ditë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Jep para për të marrë para. Të japësh është një veprim i fuqishëm për të sjellë më shumë para në jetën tënde, sepse kur jep thua, kam me bollëk. Nuk do të habitesh nga fakti që njerëzit më të pasur në planet janë filantropët më të mëdhenj. Ata falin shumë të mëdha parash dhe ndërsa e bëjnë këtë,
Nëpërmjet ligjit të tërheqjes, universi hapet dhe shumë të mëdha parash vërshojnë tek ata të shumë fishuara. Nëse mendon nuk kam para sa për të falur, bingo, tani e kupton se nuk ke shumë para. Kur mendon se nuk ke aq sa për të falur, fillo të falësh. Nëse tregon se ke besim te falja, ligji i tërheqjes do të t'jap më shumë që të vazhdosh të falësh. Ka një ndryshim të madh mes të falësh dhe të sakrifikosh. Të falësh me gjithë zemër të bën të ndihesh mirë, të sakrifikosh nuk të bën të ndihesh mirë. Mos i ngatro këto të dyja, janë diametralisht të kundërta. Njëra ematon një sinjal mungese, ndërsa tjetra një sinjal bollëku. Njëra të bën të ndihesh mirë, ndërsa tjetra jo. Sakrifikimi do të të çojë drejt mërisë. Të falësh me gjithë zemër është një prej gjërave që të jep më shumë gëzim dhe ligji i tërheqjes do ta kapat sinjal dhe do të t'jap më shumë në jetën tënde. Ndryshimi ndjehet. James Ray ka thënë: "Njoh shumë njerëz që fitojnë shuma të mëdha parash, por lidhjet e tyre ta shpifin. Kjo nuk është pasuri. Mund të shkosh prapa parave dhe mund të bëhesh i pasur, por kjo nuk të siguron se do të jesh i pasur. Nuk po them që paraja nuk është pjesë e pasurisë, është, por vetëm një pjesë e saj. Ndërkaq takoj shumë njerëz që janë shpirtëror dhe si janë gjithmonë të sëmurë e trok, as kjo nuk është pasuri. Jeta supozohet të jetë e bollshme në të gjitha fushat." Nëse të kanë edukuar të besosh se të jesh i pasur nuk është shpirtërore, atëherë të këshilloj të lexosh seritë The Millionaires of Bible të Catherine Ponder. Duke lexuar këtë libra të shkëlqyer, do të zbulosh që Abrahami, Isaku, Jakobi, Jozefi, Mojsiu dhe Jezusi jo vetëm që ishin mësues të mirëqenies, por ishin edhe vetë milioner, me sile jetese më të begata nga ç'mund të përfiturojnë shumë milioner të ditëve të sotme. Ti je trashëgimtari i mbretërisë së tyre. Mirëqenia është e drejta jote, që në lindje dhe je ti ai që e mban çelësin për të pasur më shumë bollëk nga ç'mund ta imagjinosh, madje në çdo fushë të jetës sate. Ti meriton çdo gjë të mirë që dëshiron dhe universi do të ta jap. Por më parë duhet ta therrasësh në jetën tënde. Tani ti e di sekretin, e ke çelësin. Çelësi janë mendimet dhe ndjenjat e tua dhe e ke pasur gjithë jetës në dorën tënde. Marcis Shimoff ka thënë: "Shumë njerëz në kulturën perëndimore po rreken të arrijnë sukses. Duan të kenë një shtëpi të madhe, duan që bizneset u shkojnë mirë, përqendrohen në të gjitha këto gjëra të jashtme. Por në studimet tona kemi zbuluar se këto gjëra të jashtme nuk të sigurojnë atë që do, pra lumturinë. Kështu që vihemi në kërkim të gjërave të jashtme duke menduar që të na sjellin lumturi, por është krejt e kundërta. Më parë duhet kesh gëzim, paqe dhe vizion të brendshëm, pastaj shfaqen edhe gjërat e jashtme. Gjithçka që ti dëshiron është punë e brendshme. Bota e jashtme është bota e efekteve, është thjesht rezultati i mendimeve. Futi mendimet e tua në frekuencën e lumturisë, emëtoje lumturinë dhe gëzimin që ke brenda vetes dhe transmetoje në univers me gjithë forcën tënde. Dhe kështu do të jetosh parajsën e vërtet në tokë." Përmbledhje të sekretit. Për të tërhequr para përqendrohu te pasuria. Është e pamundur të tërheqësh më shumë para në jetën tënde kur përqendrohesh tek mungesa e tyre. Është e dobishme të përdorësh imagjinatën dhe të bësh sikur tani më i ke paratë që dëshiron. Luaj lojra sikur je i pasur dhe raporti yt me para do të përmirësohet. Ndërsa ndodh kjo, para do të vërshojnë në jetën tënde. Mënyra më e shpejtë për të tërhequr para në jetën tënde është të ndihesh mirë tani. Vëri qëllim vetes se do të shohësh gjithçka që të pëlqen dhe do të thuash, "Ma mban xhepi, mund ta blej." Duke bërë këtë, do të ndryshosh të menduarit dhe do të fillosh të ndihesh më mirë për çështjen e parave. Jep para në mënyrë që të tërheqësh më shumë të tilla në jetën tënde. Kur je bujar dhe ndjen kënaqësi kur i ndan parat, ti thua, "Kam me bollëk." Përfytyro sikur të vinë çeqe me post. Zhvendose shigjetën e peshores e mendimeve të tua drejt pasurisë. Mendo për të.